Pas përfundimit të spektaklit të së martës, tensionet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania arritën pikën e vlimit, duke sjellë një përplasje të ashpër mes Gjestit dhe Eglit. Debati, i cili nisi si një diskutim mbi një temë të ndjeshme të trajtuar gjatë prajmit, u shndërrua shpejt në një betejë fjalësh të rënda, akuza dhe emocione të forta. Gjesti nuk e priti mirë mënyrën se si u interpretua një situatë që lidhej me nishanin e Eglit. Ai ndjeu se ishte keq kuptuar dhe keq interpretuar, duke insistuar se nuk kishte asnjë problem me këtë çështje dhe se gjithçka ishte fryrë jashtë masa. Por përplasja mori për masa edhe më të mëdha pas spektaklit, kur Egli e konfrontoi duke e akuzuar se ai po e përdorte këtë situatë për të dalë i pastër. Po viktimizohesh, shpërtheu Gjesti duke i treguar Eglit të gjithë pakënaqësinë e tij. Në anën tjetër, Egli e kundërshtoi ashpër, duke theksuar se gjithçka kishte dalë nga dhoma e rrëfimit, aty ku ajo e kishte shprehur shqetësimin e saj. Me kalimin e minutave, debatit i mungonte çdo mundësi pajtimi. Zërat u ngritën, ofendimet u hodhën në ajër dhe situata doli jashtë kontrollit. Në kulmin e tensionit, Egli, e lodhur dhe e lënduar nga gjithë situata, filloi të qante. Lotët e saj, mes ndjenjës së padrejtësisë dhe zhgënjimit, vetëm sa e shtuan intensitetin e momentit. Dinamika e këtij konflikti ka tronditur shtëpinë dhe ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes banorëve. A do të gjejë rrugë zgjidhje kjo përplasje apo raporti mes Gjestit dhe Eglit ka arritur në një pikë pa kthim? Publiku tashmë është dëshmitar i një nga përballjeve më dramatike të këtij sezoni, që ka lënë gjurmë të thella tek të gjithë banorët e shtëpisë.